Ndezja, konfigurimi dhe përcaktimi i QV-s. Për të ndezur PEI-n, shtypim dhe mbajmë të shtypur butonin on, off për disa sekonda derisa të hapet ekrani. Shtyp në ekran ikonën View Client për të hapur programin e identifikimit. Do të shfaqet pamja me tastierën nëpërmjet të cilës do të vendosen kredencialet e konfiguruesit. Gjithashtu në pjesën e sipërme të ekranit shfaqet informacion për 1. Statusin e pajisjes jo e konfiguruar, 2. Nivelin e baterisë, 3. Datën dhe orën. Kujdes! Nëse statusi i pajisjes nuk lexon jo e konfiguruar ose data dhe ora nuk janë të sakta, duhet të njoftoni menjëherë suportin në numrin 0800 0505. Shtypni në tastier numrin 222 222, i cili është kodi 6 shifror i konfiguruesit. Nëse kodi shtypet gabim, atëherë do të shfaqet një mesazh informues, kodi PIN i pasakt. Provoni përsëri. Në ekran do të shfaqet mesazhi vendosni numrin e qendrës së votimit, si dhe tastiera ku do të vendosni numrin e qendrës së votimit. Shtypni numrin 6 shifror të qendrës së votimit sipas formatit. Shtyp butonin përcakto qendrën e votimit. Në ekran shfaqet fillimisht mesazhi pritës, informacion për qendrën e votimit, i cili tregon se sistemi është duke u ngarkuar me të dhënat e QV-s. Më pas në ekran shfaqet informacioni i detajuar i QV-s. Emri i zgjedhjeve. Zgjedhje për organet e qeverisjes vendore 2023. Numri i qendrës së votimit. Adresa e qendrës së votimit. Qarku. Bashkia. Zona e administrimit zgjedhor. Njësia administrative. Numri total i zgjedhësve në listë. Numri i zgjedhësve të identifikuar. Konfirmoj informacionin mbi qendrën e votimit të shfaqur në ekran me kryetarin dhe sekretarin e komisionit të qendrës së votimit. Nëse informacioni i shfaqur në ekran është i saktë, atëherë shtyp butonin po, konfirmoj për të përfunduar përcaktimin e qendrës së votimit në PEI. Sistemi do të shfaqë një mesazh konfirmues. Qendra e votimit u përcaktua me sukses dhe në këtë rast shtypim u krye për të mbyllur procesin e përcaktimit të qendrës së votimit. Kujdes! Në rast se numri i QV-s nuk përputhet me numrin real të ndonjë qendre votimi, sistemi do të shfaqë një mesazh informues. Nuk ka qendër votimi me këtë numër. Në këtë rast, fshini numrin e vendosur gabim dhe rivendosni numrin e saktë të QV-s.